që kanë drejtuesit politik gjatë kësaj kohe për të vërtetuar farsën elektorale. Faleminderit. Të jem shumë i qartë dhe shumë i sinqert. Ky proces ka të bëj vetëm me atë që quhet transparencë. Asnjë shtytje tjetër nuk ekziston, por personalisht nuk mund të mendoja, do ta dini një gjë, çdo njeri që ka kërkuar për të numëruar votat këtu në parti, i është pranuar absolutisht kërkesa. Madje u është kërkuar që të kërkojnë rinumërim votash. Çdo njeri që ka patur dyshim për numërimin e votave këtu, i është kërkuar të kërkojnë rinumërimin e votave. Çdo njeri që ka dyshim për numërimin e votave në komisionin e numërimit, le të kërkojë rinumërim, dhe kjo pa asnjë lloj partipri, se ky rezultat mund të jetë ky, mund të jetë ai fare, por vetëm se gjykoj që transparenca është një detyrim ndaj secilit dhe është mënyra më mirë për t'u përgjigjur çdo dyshimi që tjetri ka. Nuk asnjë lloj tendence s'ka mund në këtë proces. E kërkojnë, e ta bëjnë. Ata që kërkojnë kanë të drejtë dhe s'kam asnjë koment. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Zoti Berisha, në fakt